Në zemër të Korçës, me skallëdrëmeve karakteristike të atmosferës së ngrohtë që e dallon këtë qytet, ndodhet një nga thesaret më të veçantë kulturore të Shqipërisë, Muzeu Gjon Mili. I vendosur në një godinë karakteristike, muzeu i dedikuar mjeshtrit të madh të fotografisë është kthyer në një pikë referimi për turistët, veçanërisht për ata që vijnë nga larg dhe vlerësojnë artin në formën e tij më të pastër. Emri Gjon Milit ka bërë jehon në botën e fotografisë për dekada me radhë, por vizitorët që shkelin për herë të parë në muzeun e tij shpesh mbeten të befasuar kur zbulojnë se mjeshtri që ka fotografuar legjendat e artit dhe sportit nga Roma në Hollywood ishte shqiptar nga Korça. Bashkëshortet kanadez Jeff dhe Christian Denhartam, të cilët po vizitojnë për herë të parë qytetin juglindor, e konsideruan muzeun një nga pikat kulmore të udhëtimit të tyre. Të njohur me veprat e Milit nga ekspozita ndërkombëtare, ata thanë se ndjesia e të qëndruarit mes fotografive origjinale të mjeshtrit shqiptar është krejtësisht ndryshe. Sipas përgjegjësit të muzeut Kristi Ktona, interesimi nga turistët është rritur ndjeshëm, veçanërisht nga vendet perëndimore, ku Gjon Mili gëzon një reputacion të jashtëzakonshëm. Shpesh ata vinë me njohuri mbi veprën, por larg çdo pritshmërie që ai ishte shqiptar dhe nga Korça, ka shtuar ndër të tjera Ktona. Brenda mureve të muzeut janë të ekspozuara plot 240 fotografi që përshkruajnë emra të mëdhenj të artit dhe sportit botëror, të kapur nga syri i mpreti Gjon Milit, një artist që edhe pse jetoi larg, nuk i humbi kurrë rrënjët. Muzeu Gjon Mili nuk është thjesht një vend ku ruhen fotografi, ai është një udhëtim në kohë, një frymëzim për brezat e rinj dhe një dëshmi e fortë se arti vërtet nuk njeh kufi.